Protesta e paralajmëruar prej disa ditësh në rrjetet sociale dhe nga përfaqësues të shoqërisë civile, e cila u mbajt më 9 qershor në orën 18 në sheshin përpara shtëpisë së Kongresit, është zhvilluar me pjesëmarrje të ulët nga qytetarët lushnjarë. Sipas organizatorëve, një nga arsyet e mungesës së pjesëmarrjes mund të ketë qenë mos informimi i mjaftueshëm i qytetarëve për këtë aktivitet. Në protestë morën pjesë disa qytetarë që mbajnë pankarta në duar dhe shprehën shqetësimet e tyre për çështjet që kishin ngritur. Megjithatë, organizatorët theksuan se e drejta për të protestuar mbetet e rëndësishme pavarësisht numrit të pjesëmarrësve, duke vlerësuar se edhe prania e një qytetari të vetëm ka rëndësinë e saj në një shoqëri demokratike. Përfaqësuesi i shoqërisë civile, Sevin Serjani, në prononcimin e tij për mediat, u bëri thirrje qytetarëve të Lushnjës që t'i bashkojnë protestës së radhës, e cila do të zhvillohet ditën e premte në orën 19 në sheshin përpara shtëpisë së Kongresit. Atëre, siç u thirr dhe protesta sot në Lushnjë, me një pjesëmarrje të ulët për arsye edhe përplasje e agjendash, shumë protestues që kishin shprehur dëshirën që do i bashkoheshin protestës, kishin keq kuptuar mundësinë sepse pretendonin se do ishte takimi i lushnjarëve në Tiranë. Gjithsesi, pjesëmarrja tregon që ky shtet është i kapur dhe njerëzit nuk janë të lirë, dhe mendoj që kjo është një arsye më shumë për ta nisur dhe për ta bërë dhe Lushnjën, për të pasur njerëz të lirë të cilët protestojnë kundër kësaj keqeverisje, kundër kësaj poshtërimi që i është bërë ndër vite shqiptarëve, kundër shitjes në çdo pllëm të saj. Ai sa shumë shpejt Shqipëria do jetë 3-4 kilometra larg detit Adriatik dhe jon, me këtë lloj shitje që po i bëhet të gjithë rivierës shqiptare, por dhe jo vetëm, por edhe për parketën e maleve, për ligjin e investitorit strategjik, apo për çfarëdo lloj tradhtie kombëtare që klasa politike, por dhe kryeministri Rama ka bërë në Shqipëri, dhe Lushnja është shumë herë më e shkret, shpopullimi është i dukshëm. Ndaj për këto arsye, duke gjykuar që Lushnjës do t'i jepet merita që i takon, për hir të këtij kongresi që ne kemi këtu mbrapa nesh, ftoj të gjithë qytetarët lushnjar të premten në orën 7 ta skuqim me flamujnë shqiptar, kombëtar, pikërisht këtë shesh dhe për të vërshuar tek bashkia dhe për të sjellë qytetarinë lushnjare në një protestë masive, në një protestë ku përfshihen çdo qytetar pa dallim feje, krahine, ideje. Ne jemi për bashkim dhe jo për ndarje siç kanë bërë partitë shqiptare deri më sot. Zoti bekoft Shqipërinë, Zoti bekoft Lushnjën, Zoti bekoft shqiptarët, Zoti bekoft lushnjarët.